Po, mas pari jam shumë i kënaqur që kemi bërë një arritje të jashtëzakonshme me kombëtarën e Kosovës, kemi arritur në Ligën B. Pastaj ka ana personale, po, një sulmues, nuk besoj që mund ta ketë ndonjë lojë apo ndonjë ditë më të bukur se kjo. 3 gola, hat-trick edhe kualifikim, kështu që jam shumë i lumtur, po nuk duhet të ndalojmë me kaq, tashmë besoj që kemi kallëzuar edhe Evropës edhe këtë ekipeve që na përcjellin që jemi bë një ari fort për kundërshtarin, kështu që do vazhdojmë punën tonë me shpirtin tonë luftarak, si gjithmonë po përmendi, po besoj që arma jonë kryesore është që kjo. Kështu që do vazhdojmë me shpirt luftarak edhe do luftojmë pa marrë parasysh, tashmë kena qershor miqësorët, po pastaj na vjen edhe kundërshtat akoma më vështirë, akoma më fort se Islanda. Pas lojës parë me Islandën, nuk të pata kallëzua dheut, po kur u kry loja thash, s'mund ta vedon një gol se pata qef me armet përshëndet. Pas shumë kohë, domethënë po bashkohemi këtu. Se gjithmonë kemi takuar, ka ardhur dhe më vizitu atje, po këtu me qenë apet me luftu për një ide, me pas një objektiv bashk, është kënaqësi me të vërtet, kështu që sot arrita qëllimin dhe zgjodha dhe më kujtoa Adeu dhe shkova e përqafova e udhërova golin për Adeu.